Fshati Pesjak në Maqellar të Dibrës është ndoshta ndër fshatra që ka më shumë shërbime të plotësuara, megjithatë edhe këtu ka probleme. Ujëvaditës dhe ujëpishëm janë kërkesat e vetme të banorëve që jetojnë ende në këtë fshat. Rruga është asfaltuar, energjia elektrike është në linja të reja, shërbimi i tërheqjes së mbeturinave është në këtë fshat. Ramadan Koreni shprehet se shumë investime jetike janë bërë, ndërsa duhet edhe pak investim për të përfunduar sistemimin e ujrave të zeza. Ky fshat ka një problem, ka probleme në ujë të pishëm, nuk na mjafton se kemi një orë ujë në ditë. Edhe ujëvadis nuk kemi në si fshat, e kemi pas, po na kanë marrë, e kanë qenë Maqellar, na kanë marrë fshati u bok. Këtë problem kemi ne. Kemi pak kanalet e zeza, kemi një 300 metre pa i mbaru. Edhe ata na ka premtuar kryetari i bashkisë për me i bë. Po rruga është e shtruar me i bë, me rrugë, me energji kemi prukrit me shtylla të reja, gjithë kemi bë. Tamam. Nuk ka një ankesë, vetëm këto. Me makinë e llome të pastrimit, vjen makina i merr mbeturinat këtu, sedhin mbeturina kundë. Ashtu si të gjithë fshatrat e tjera, fshati Pesjak nuk i ka shpëtuar largimit të banorëve. Dikur në këtë fshat jetonin më shumë se 40 familje, ndërsa sot kanë mbetur shumë pak. Vetë Ramadan Koreni thotë se 7 djemtë e tij kanë emigrim, ashtu si shumë të rinj të tjerë të këtij fshati. Ka, jenë largu një pjesë në emigrim, vinë. Jenë largu pjesë më madhe. Po ne 20 familje kemi qenë këtu, 20 kemi pas punu në Buqiz. E ne tani jenë largu, ata që kanë qenë në Buqiz jenë largu. Këta tjerë jenë në emigrim. Unë për shembull kum 7 djem kum në emigrim. Në Itali. 20 vet bën në Itali fëmijë të mëj. Që punojnë atje. Çish në demokraci, çish kur hap demokracia, në gurbet kanë qenë fëmijë të mëj. 7 djem. Jo të kthehen, po i kanë shtëpiet ata, ai kanë bërë shtëpiet, ai shoh shtëpiet. Të kthehen ata. Kanë shku për të punu, se s'kan punë këtu, ku kanë punë këtu. Nga ana tjetër, Ramadan Koreni beson se djemtë e tij, por edhe të rinjtë e tjerë do të rikthehen një ditë për të jetuar në fshatin Pesjak.